Punëtorët ditën e dieshme vetëm kanë pasur një ankesë drejt zyrës së pagave, të ekonomistëve të pagave, sepse nuk ka kaluar një fond i cili quhet fondi i kompensimit që ata marrin në vlerë monetare të disa zërave të kompensimit. Dhe kuptohet që ekonomistët e pagave ka dhënë sqarimin ditën e dieshme, duke sqaruar që Tesari ka pas probleme me sistemin që quhet sistemi aftëmisit, edhe ka qenë pengesë për kalimin e kësaj pagese drejt bankës. Sot sistemi ka kaluar, sipas informacionit që ka dhënë zyra e Tesarit, edhe punonësit brenda orës 1 do të jenë në bankat për të tërhequr pagesën. Nuk është vetëm mungesa antidotës që është problemi këtu, janë dhe disa kushte, kontenierët e tjera. Kjo ishte arsye që unë i takova ata, sepse ju e dini që ka qenë një nga vendimet e para të Këshillit Bashkiak që duhet të shkrijë ndërmarrja e pastrimit dhe gjelbërimit në një, për këto arsye që sot më vjen shumë hiq dhe ju i faktoni, dhe me ata të drejtë thonë që koshat e plerave janë të amortizuar.